Prej vitesh përmes modeleve të letërsisë, flas me nxënësit e mi për vendin tonë, për përgjegjësinë që kemi ndaj tij dhe për atë që do t'ju lëm brezave që vijnë. Shpesh nuk bien dakord. Kur u them se dashuria për vendin është dashuria më e madhe që mund të ketë një njeri dhe më e madhe se familja, më kundërshtojnë. Por unë i them, a nuk është shtëpia e tyre familja mbi një tokë që është atë dhe? Kur u them se populariteti, parata apo numri i ndjekësve nuk janë matësi i vetëm i vlerës, më shohin me mosbesim. Dhe unë i përmend VIP-at që nuk kanë vlera as i njerëz dhe as në veprën apo muzikën apo më gjën që bëjnë. Ndoshta kjo është sfida më e madhe e kohës sonë. Tu shpjegojmë të rinjve se jo gjithçka që ka sukses është domosdoshmërisht e vlefshme dhe jo se gjithçka që ka vlerë matet me para, me pëlqime në rrjetet sociale. Në fakt, leksionet më të mira të rinj tanë sot po i marrin nëpërmjet rrjeteve. Mendoj se problemi ju nuk është vetëm ekonomik. Është edhe pyetja se çfarë trashëgimie po lëm pas. Çfarë shembulli po japim fëmijëve tan? Çfarë po ruajmë për ta? Asnjë prej nesh nuk e merr me vete atë që zotëron. Tokën, pasurinë, historinë, natyrën i kemi në kujdestari për një kohë të shkurtër. Detyra jonë është t'u lëm brezave që vinë më mirë se sa i gjetëm. Për vite me radhë, u kam thënë nxënësve të mi të studiojnë jashtë, të marrin dijen e përvojën më të mirë dhe pastaj ta sillin këtu, në vendin e tyre. Sot, edhe dy fëmijët e mi jetojnë jashtë vendit dhe e pranoj se nuk e kam më të lehtë ta them me të njëjtën siguri kthimin e tyre. Por ende besoj se Shqipëria ka nevojë për njerëz që mendojnë për të ardhmen e saj dhe jo vetëm për përfitimin e ditës. Nuk jam njeri i protestave apo i fjalimeve publike, por jam këtu sepse besoj se secili prej nesh ka detyrimin të ngrejë zërin kur mendon se diçka e rëndësishme për vendin dhe për brezat e ardhshme është në rrezik.